edhe kolegut Fation Baze, i cili ishte me ne në pjesën e partë e misionit. Fation, si e pe të gjithë ndeshjen? Çfarë leximi i bëre të gjithë 96 minutave të lojës? Unë mendoj që i kemi falur Serbisë 1 pikë dhe neve kemi humbur 2 pikë sonte. Kemi bërë një paraqitje në 90 minutash shumë pozitiv, kemi treguar karakter, kemi treguar dëshirë për ta fituar ndeshjen, por mendoj që stafi teknik, nëse trajneri Silvinjo do të ishte treguar paksa më shumë i guximshëm në pjesën e dytë, të ruante ritmin e pjesës së parë. Në pjesën e dytë të tregoj më shumë i guximshëm, neve sot mund të kishim dalë me fitoren e shumë pritur. Mendoj që edhe barazimi nuk është një rezultat jo negativ, është rezultat i kënaqshëm, duke parë që jemi ende në lojë, na man ende në lojë për të siguruar vendin e dytë, që është një shans për të qenë garë për të kualifikuar në klubin e botës. Megjithatë, duke parë rrjedhën e ndeshjes se si shkoi i gjithë ky 96 minutësh, mendoj që me pak besim dhe me pak guxim, neve sot mund të ishim fitimtar. Ndërkohë në krau tjetër, Serbia mendoj që ka bërë një performancë zgënjyese, dhe ata do ndihen të fituar me pikën e marrë sot në Tiranë. Në këtë mënyrë kjo është edhe ndjesia që më djeg paksa, pasi i kishim gjitha shanset për të dalë triumfator në të 90 minutës. Gjithashtu, siç e theksua deri në studio, penaltia është ajo që djeg më shumë. Unë mendoj që në rastin e 11 metrëshit është gabuar shumë nga trajneri Silvinjo dhe gjithë stafi që ja ka besuar të penaltit sulmuesit Reimane, i cili vinte nga një situatë jo komode, vinte nga një dëmtim, nga një gjendje helmimi, nuk ka qenë në top form, dhe mendoj që 11 metrëshit duhet të ishte ekzekutuar nga Kristian Aslani, është një lojtar që këtë peshë përgjithësia ja beson një klub i madh si Interi, kështu që ai do të ishte njeriu kryesor që do të ishte i parë në listën e 11 metrashve, dhe mendoj që mund të ishte disi me Isak, pasi nuk i dihet kurrë se si shkon një penalti, është çështje fati, por ekzekutimi dhe besimi që ju dha Reimanait në atë moment kyç, mendoj që ka qenë një gabim nga ana e stafit, pasi njeriu duhur që duhet ta ekzekutonte 11 metrëshin në kundërshtrimin tim do të ishte Reimane. Megjithatë, besoj se duhet të jemi të kënaqur, optimist edhe me pikët e marr, duhet të shohim përpara, kemi një ndeshje tjetër shumë delikate pas 3 ditësh me Letoninë, ku besoj objektivi i skuadrës do të jetë marrja 3 pikëve. Nëse atje arrin të marrim 3 pikët, besoj se edhe pika e sotme do të ketë një vlerë shumë të rëndësishme. Kjo na vjen gjumë. Ne fitojmë me këto ekipet e vogla, ne do të bëjmë hapin e madh me këto ekipet që kemi kundërshtar direkt, se ne themi nuk është keq barazimi. Barazimi është shumë keq, nuk është keq, por është shumë keq, sepse të humb shanse për të shkuar në vendin e dytë, sepse do shkosh apo ta kishim marrë këtë barazimin atje, po do ishim dakord që ne fitojmë Andorën, fitojmë Letoninë, edhe na vjen në gjumë kjo. Ndërkohë që ne siç na ndodhi me Ukrainën dhe me Izraelin këtu, që i kishim dy kundërshtarë direkt, në të dyja asnjë nuk morëm. Kështu që kjo është ajo ndryshimi që ne do të bëjmë, atë hapën e madh, se me këto ekipe si Letonia, si Andora, nuk është fare vështirë, ta them unë që sot që nuk është fare vështirë, mund të fitojnë 2-3-0. Problemi është në këto, po çfarë vlerë ka se nuk të bën, domethënë ti mund të kënaqesh se po mbledh ca pikë, edhe në fund fare pastaj ne e dim shumë mirë që në fillim të ku hodh shorti, ne e dim shumë mirë që ndeshja do ndahet vetëm me Serbinë. Të gjithë jemi dakord që pranojmë që duhet 4 pikë të patën me një ekip rival direkt, dhe gjithmonë duke pretenduar që Anglia do t'i rrafi gjithë, do t'i mundi gjithë në falë, edhe neve do të mundim Letoninë dhe Andorën. Gjithmonë në letër kjo gjë, sepse në futboll është ndryshe komplet. Po neve kënaqemi, themi morëm barazim sot, jemi të kënaqur dhe do shkojmë Letoninë, ne do fitojmë. Ne jemi koshient që me Letoninë dhe me Andorën do fitojmë. Do t'i marrin pikët e plota. Problemi është me këtë që kemi rival, si do mundohemi ta thyejmë që të shkojmë në atë pikë që pretendojmë për të kualifikuar, po. Me Letoninë dhe Andorën se kemi parë problem, patjetër, dhe me lojtarët që s'kan luajtur fare sot, aktivizohet dhe do ta mundin Letoninë, se është më së normale. Qartë. Ndërkohë që leximi që i kanë bërë mediat serbe kësaj ndeshje është, le të themi, jo fort optimist, ata kanë kërkuar dorëheqjen e trajnerit të tyre.
Po shiko, pastaj kjo pjesa pastaj siç mund të shohim me sa kam parë Andrea edhe nga deklarata që dha trajneri në konferencën për shtyp, edhe ai vetë cekute pjesën e dorëheqjes. Mund të jetë luftë mes trajnerit edhe vetëm pak, me thënë drejtën, ne jemi si popull që janë afër futbollit, që nuk e sulmojnë shumë stafin, sidomos ku vjen puna ke ekipi kombëtar, se është një ndjenjë shumë e madhe. Neve nuk e kemi. Për shembull në Itali të bëjnë këto, domethënë ishte Ventura atëherë trajner, nuk e kualifikoj dot, domethënë që nga ajo ditë nuk merr më një ekip, domethënë bëhet shumë e madhe, janë shumë dhaja si çështje. Edhe në Serbi e shoh që kjo pjesa me trajnerët, qoftë se nuk grumbulloi 2 lojtarë, 2 vëllezërit, nuk i mori në ekipin kombëtar, bëhet kjo lufta që ndodh shpesh mes një trajneri dhe njerëzve mendoj unë që mund t'jenë atje që përfshin gjithë sport, gjithë anën gazetareske të Serbisë dhe bëjnë këto sulmet. Edhe trajneri thashë ceku vetë që thanë qoftë se unë jam e keqja e kësajt ekipi, unë mund të jap dorëheqjen dhe kanë gjetë një lloj mënyre, kanë thënë që neve me e keqja jonë është trajneri. Po ta marrësh Andrea janë dy polë ndryshe. Ne themi jemi të kënaqur me barazimin brenda fushës, kurse Serbia vjen me barazimin që ne dhe ndërmend gjitha opinioni sportiv aty kërkon dorëheqje. Imagjino ti vesh në peshor, imagjino ti kishe marrë në barazim në Serbi se çfarë do bënte. Ndërkohë që media serbe në A2CNN ne kemi përcjellë një lajm sa i takon një pasqyrë të mediave serbe ku kanë shkruar që huliganët shqiptar nuk patën mëshirë. Duket se ajo gota prej kartoni patjetër pastaj bë karrigja e Beogradit të 2014-s. Këto pastaj janë normale, kjo lloj që provokimi që do bëjnë ato do jetë gjithkohës. Edhe domethënë shikoj ishte një detaj Andrea realisht që u morën 3 ditë në Shqipëri nga një shashk që hodhën në serbët atje mediat serbe, u bë 3 ditë në Shqipëri, u bë buje madhe. Pse ekipi serb? Jo, po pse ekipi serb po vjen me ose kapsolli top. Patjetër, pse ekipi serb vjen me guzhinjer me vete, ku kjo është gjë më normale në ekip profesionist. Çdo ekip profesionist ka guzhinjer me vete. Ne vetë, po në çdo lloj sportin, sepse ka menun e vet, gjërat e veta, është një staf, domethënë ka njerëzit që i ka pranë, domethënë neve e morëm këtë lajm dhe e bëm bujë, domethënë që ne duhet ta anashkalonim. Po kjo është patjetër janë provokimet e tyre. Ja siç po e pam tash, thotë huliganët shqiptar, domethënë a thu se këtu u bë, domethënë u bën nami. Kjo është po patjetër kjo është këto gjëra janë të pritshme nga ato. Ne s'duhet të merremi fare me këtë pjesë, duhet t'i anashkalojmë. Problemi është çfarë rregullojmë që kemi ne me ekipin tonë. Gota e kartonit edhe ajo pyetja jemi live. Po, domethënë nuk e di qoftë se ato i ndjekin gjithë to çamin që i vi nga Shqipëria, po në 2014 në Serbi u shitën 30.000 bileta, 30.000 si u kishin shit me dorë vetë për huliganët atje. Sepse ishin 30.000 huliganë brenda në Serbi, nuk ishin 30.000 tifozë, kurse këtu ke ne janë shit tifozë për familjar, për fëmijë, për nëna, motrat tona, kurse atje pastaj shiten vetëm për huliganët të serbë. Okej, dua edhe një koment nga zoti Baze. Fation, sa i takon në reagimeve nga media serbe? Normalisht ato janë raportime dhe tip të rak, pasi me serbe nuk është se bëjnë për herë të parë këtë lloj viktimizimi dhe këtë lloj shfrenimi të fantazisë tyre, sikur në Tiranë në desin e sot ndodhi në një diçka jashtëzakonshme, edhe pse ato thënë ato gota birre që kanë qenë më shumë gota kartoni se sa kallçuku, masa për këtë sfidë kanë qenë të jashtëzakonshme dhe mendoj që gjithë mbarvajtja e ndeshjes ka qenë në mënyrë të përkryer përveç disa rasteve sporadike. Janë thjesht viktimizim dhe tituj qesharak, madje disa media tjera kishin sulmuar dhe fëmijët e vegjël që ishin poshtë të cilët kishin shqiponjen gjatë momentit të ekzekutimit të himnit serb, edhe fëmijët e vegjël ata i kishin vënë në sulm. Jo më disa shishe, disa dota plastike që ishin edhe në fushën e blerë. Fation, dhe kjo ndodh me shkas mendoj, sepse duhet të kenë